Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët, është ditë e premte, uroj dhe shpresoj që të kaloni një fundjavë të bukur. Sot në këtë ditë të premte do të kënaqemi në muzikën e Korçës, e një zëri, e një këngëtare, e cila ka mbi 2-3 dekada në fakt që i kushton muzikën e saj, zërin e saj, pasionin e saj për serenatat e Korçës. Është Ermira Kola, vjen sot për të rrëfyer jetën e saj, familjen e bukur dhe rrugtimin e saj artistik, bashkë me videoklipin e fundit dedikuar si gjithmonë qytetit të saj Korçës. Ndaj do të kemi muzikë të bukur sot dhe një zë të ëmbël dhe një zonjë grua e cila do të rrëfej me shumë sinqeritet gjithë karrierën e saj, fillimet, historinë e dashurisë, djalin e ardhur në jetë e me radhë. Tani do të shkojmë në kuzhinë, të fillojmë me njëherë me recetat, na ndiqni e jani me mua. Ja ku jemi në kuzhinë, me mëngjes. Me mëngjes. Kemi ndonjë nga ato? Frymëzimet e tua tani apo e lëm për pastaj? Dajmë të ngrohemi, ne bëjmë ngrohje. Ka visa që mezi presin recetat? Po. Ka visa që mezi presin refrenin? Ka visa që mezi presin e kemi thënë, shfaqja fillon. Në momentin që fillon emisioni dhe shfaqja ka filluar. Dhe ne jemi munduar që të bëjmë një show të vogël, jo se për të gatuar, unë dishëm që do në gatuani. Këtu ka ide gatimi. Se të gjithë din të gatuajnë. Ka ekzekutimi dhe gramaturat e rregullta. Këtu është ai Chelsea, gramaturat e rregullta. Kaq. Më pas, na telefononi çfarë këngë dëshironi. Ne jemi me ju, pa bileta, i keni free falas gjitha. Falas, tani që kemi zbuluar talent. E thash edhe free. Jam e disponueshme për dasha martesa, nëse në të ligje. Dhe i këtu shkoj. Qana gatuar? Lindje besh, po si? Bete përgëzime. Shiko se pash, avisat që në ndjekin në rezervon, të ndjekin edhe ty në Facebook. Si që kështë publikuar ti një moment të performancës tënde në një studio muzikore. Po, të më ke konkretizuar. Ke konkretizuar. Lëshoj e zëri, Niki. Unë e lëshoj për të kënduar, ti lëshoj me promovimin tim. Po kur del kënga jote? Ka dalë, përsi është një gjithë vogël që ta bashkan gjithë këtë videoklip, nuk po pëlqejnë videoklip, sepse dua ta theksoj, nuk jam këngëtare. Unë këndoj për shefin tim, këndoj në shtëpi, këndoj kur lahem, i këndoj vajzës, i këndoj vetes, sepse e dua vetën, dua jetën, deri këtu, deri këtu. Në të qeshur. Tani pora dhe në impare, mirë është. Atë këthejmë të të kungujt. Besoj shumë shpejt do të promovohet, kësitur me muzikë. Po, pa tjetër. E kënduar për muzikë populore si gjithmonë. Po, përsa kemi qunat në gjithë, edhe vazhdimisht e them, qunat tanë, gush plumba që janë. Pra nuk kemi pa diskutim, pra nuk kemi bërë shaka, nuk është humor, nuk është shaka, është vërtet kënga do të publikohet shumë shpejt. E kënduar, e orkestruar. Edhe prit, se unë nuk ndale me kaq. Unë këtë kam keqe sa të filloj, se pastaj dërdër nuk ndalon motori. Jo, tani ndo një rol në film, se po zbulojnë talente. Filloj me kungët. Si nuk më dha dhe mua zoti ndo një talent të kësisoj, për shembull. S'kam as zë të këndoj, as talent për të aktruar, as një gjë më Albana. Si ja bëju, si t'ja, apo kur të shkoj dhe unë 50, një fjallën, do dalin talentet. Të 20 e kusur fillon, po në të 20-at fillon jeta, më thonë, në të 20-at fillon jeta. Por, a ka që më të bukur sa e sa njerëz ke promovuar, sa e sa njerëzve u ke dhe në krah. Pra nëse unë nuk do isha këtu në këtë studio, në do këndoja sërish në shpinë time, por nuk do një këta askush Albana këndonte, ose e tjerë, etc. Ja, këta këti promovon njerëzit. Këtë lajtë e kungujt ashti. I lash, pse u bë gjithë kjo biset, kjo parantes, kjo parathënje e librit në thojza, sepse kam vendosur kungujt që të piqen. Dhe kam 2 gatime që më duan me kungujt të skuqur në tigan. Por, që ti bëj pak më të shëndetshme, unë i preva kungujt me pak skrip dhe vaj dhe i vendosa të jenë në furrë, derisa të zbuten tamam. Këtu unë kam për të bërë, nuk i kam shuar miell. Ka 2 opsione. Ose i marr dhe i pudros me miell dhe i skuq në vaj, ose në të kundërtën, bën të veprim si shpo bëjun tani. Vendos
të nxeren, shtoj gjalpin, si kurse dhe pak fare vaj. E le të nxehet që të shtoj mjellin. Pra, le të krijoj një beshamel me salcën, me që unë nuk i kam të pudrosur akungut. Unë jam shumë e sigur që mënyrën e pare dini që të gjithë. Kjo e dyta është pak me vlefshme dhe me e bollshme, pra jep më në piksje tavës. Unë do bëj një tavë të vogël, të ishte për mish, kisha bërë tavën e madhe. Ti në kungu i kam bërë të voglën. Goj madhe, goj madhe. Goj madhe ngela. Të bësh një tavë të vogël, kur kemi mish, se është gjitha jo punë. Bravo. Me kungulleshkat menaxhojnë më mirë. E shohim pak recetën të shkruar të kungujve të sotëm, se si i sjellim në këtë recetë. Një lloj beshameli me salcë, pra përgatisim kungulleshka tave me domate. 1 kilogram kungulleshka të prera në disje, të vendosura në furrë që piqen pak. I largojmë ato lagështirën. 2-3 filxhan kafeje, vaj për skuqje. 6-7 kokra domate, 100 gram djath i bardh, 2 lugë gjelle gjalp, 1 lugë gjelle miell, krip dhe piper. Kjo është receta. Kungulleshkat i zgjedhim qoftë ato me ngjyrë më jeshile apo ato me ngjyrë më të hapur. Dihet që na hidratoj se kanë ujë ato. Po. Kështu që i përdorim në receta të ndryshme. Shtoj kripën të beshameli. Shtoj pakës piper. Nuk shova muskat, po piper. Se salcën nuk do ta kem të bardhë, po do ta kem me domate. Shprej pakës fare. Dhe, ja. Të salca e domates kam vendosur një spec të kuq. Salca e domates... Prandaj ka dhe këtë ngjyrën e ndezur të kuqe. Përsi vendosa tani beshameli, sepse bëhet me piksur, me plot. Nëse unë do të shtoj salcën, vetëm salcën e domates, a e keni vënë re si kur e veçon ujin domatja rreth, mes qëndron e tult, pureja, dhe ama shëndron domatja. Pra duke shtuar pak miell, unë e bëj më të plot. Më të trash. Më duhet djath i bardh, por a është e premte sot. Nëse unë s'kam djathin e bardh, i vendos gjithmonë, ricikloj. Vendos djathin ka shkavall çfarë unë kam. Largoj me dashuri dhe marr tavën me kunguj. Presim të shikojmë sa të piqen ato, do të thahen shumë apo jo, dhe më pas i vendosim këtë kremin e kuq. Ja, pra, si kur i pjekim, të cilat i shfrytëzojmë edhe për këtë tavë, por edhe për t'i zhytur aty në kos. Po, edhe për sallatën. Kemi sallatë me kungull? Po. Vendosim me një pirun të tava jonë. Marë këtë që ka më të madhe dhe shtoj kungujt. E largoj dhe salcën. Do vendosim të parat kungujt apo salca? Shtoj. Qëta salca e parë, si shtrat. Dhe përsëri do vendosim në furrë për të vazhduar pjekjen. Ja, po t'i shihni gjithë të ditë të javë, i kemi bazuar recetat tek perimet e stinës, perimet e sezonit, duke i sjellë në forma dhe në varietete të ndryshme të gatimeve, në mënyrë që vetëm t'i përfshim ato dhe të kemi mundësi të ndjejmë shije të ndryshme, por edhe recetat kushtojnë më pak. Se janë dhe të nxehta, por janë me produkte të sezonit. Por janë edhe më të shëndetshme. Pse them janë më të shëndetshme se janë më pranë stinës? Po. Janë perimet e stinës, pra
Prandaj themi jam të shëndetshme. Sepse shohën në përgjithësi që ka dalë një term, ky term modern të shëndetshme. Çdo gjë e shëndetshme, jo, nuk është e shëndetshme gjithçka. Jo çfarë duam ne është e shëndetshme dhe çfarë zuam ne nuk është e shëndetshme. Dhe jo domosdoshmërisht çdo gjë e shëndetshme është e shishme, Po. Se për atë punë Biles nuk kanë shije, të shëndetshmet nuk kanë shije. Në përgjithësi. Sepse u mungon kripa, u mungon gjalpi, Po. u mungon beshameli. Ja, bëj një shtresë të tillë. I plotësoj pak sa boshllëqet. Dhe filloj sërish një shtresë tjetër me domate. Po. Shumë e mirë, kemi dhe djathin për t'ia shtuar. Nëse sot kemi djathin e grirë, djath të butë, por besoj se i shkojnë çdo lloj djathi që kemi në shtëpi kësaj recete. Janë domatet. Tani unë nuk jam duke e lodhë veten edhe shumë tashti, se sikur nuk do një simetri të caktuar, vendosur kështu perfekt në tavë. Pra, më mirë i pjekim se sa i skuqim. Mielli që na duhet këtu që të lidhi kungullin bashkë me salcën, atër unë e kaloj tek salca me beshamel dhe janë në rregull. Kështu na thithin dhe më pak vaj. Po, me që donim ta bënim më të shëndetshme. Po me thënë drejtë, nuk ka një diferencë shumë të madhe. Mjafton t'i lëm pak më tepër të piqen, të pjekura më të errta, pra më të thata nga lagështia që kanë. Dhe i shfrytëzojmë qoftë për sallata, qoftë te kosi. Lagështira faktikisht bën që të jenë më të buta. Të ndjejmë shijen. Ajo e thekura të jep shijen e djegur. Sepse ajo është e thekura është zanafilla e djegjes, aty fillon. Nikë? Ja. Largojmë. Merë edhe këtë kungulleshkën tjetër, duke që është pak e nxehtë, marrim një dorez. E largojmë dhe vendosim. O, paniki, Androniki. S'ka problem, e vendosim tani bashkë me djathin. U dojgjme. Shiko, me që se kemi domate, po u dojgje me domate ishte ajo zgjedhja e shpejtë. E me një hershme, kemi djegur. Në shtëpi dhe kësha vendosur gishtin. E heqim edhe një kungulleshk që në karën aty dhe djathin. Pjesën tjetër kështu që të salcës dhe pra në total kjo recet ka kunguj, domate, speca. Përse nuk i vendosa shtres djath, salc, sepse e mbys, e mbi ngarkoj fare. Ndojmë tani që janë temperaturat e larta të kemi gatime pak më të lehta se... Kjo është mos e mjaftueshme dhe e bollshme. Ti përballoj dhe ti tres. E rëndësishme është hidratimi, qëndrimi, sidomos për moshën që ne na ndjek, në qëndrimi në shtëpi në orët e pikut të vapës, për të mbrojtur dhe për të mos e vendosim në furrë të parangrohur direkt, unë kam të ngrohur furrën sepse janë bërë kungujt. Dhe vendosim për të pjekur dhe rikthehemi shpejt pas mesazhit promocional. Rikthehemi për të vazhduar një tjetër recetë, recetën e dytë, sapo ke vendosur tavën me kungulleshka për të pjekur. Te kjo të nxjerrë që kam, Te salca. Te salca. Kam patate të zjera, gjë që dua t'i bëj qofte. I shtyp. Po, pas janë zjeri kemi shtyp. Po. Vazhdojmë të shtypim. Do t'i kaloj në vezë gjalp, por pasi unë i kam bërë paksa një pure shumë të trash. Do t'i shtoj miell galet, do t'i skuq,
Vetëm lëkura më del huq. Salca, dhe një kosa për t'i freskuar. Faktikisht tani, Sa më kosi mirë të është... zjejnë, aq më kollaj shtypen. Shtoj pak kos fare qumë është. Shtoj, gjallë dhe sërisht në nxehtësi. Dhe e punojmë për ta bërë atë krem. Shtoj, krip, piper, sërisht, faktikisht tu kam një kazan plerash, që prandaj rri dhe shumë skic unë. Edhe duket sikur po kërcej. Duhet në nxehtësi apo duke u ngrohur dhe Ja. lëshohet më mirë brumi. Brumi i patateve bashkë tani do t'i tregojmë edhe një herë përbërësit. Pra Albana i përmendi patate. Siç e kam i largoj. Qumësh, gjallë. Dhe tani filloj ta punoj. Po, miell, galet tham edhe vezë, 2 vezë. 2-1 në varësi të patateve. Sigurohemi që brumi të mos ketë për shembull kokra të pa shtypura të patateve. I lash edhe salcën. Për pakës ngjyrë. Shtoj disa bimë aromatike. Qa na duhet? Apo në Të gjitha do t'i marr. total? Këtu. Opa. Disa. Pak tjetër që do vendosë edhe. Pra, brumin e punojmë sa është dhe i ngrohtë, se pastaj fillon dhe sikur Po, forcohet. faktikisht na ashtu na duhet që të jetë e forcuar, që të kemi mundësinë që ta mbledhim edhe më mirë. Kale? Ja, përzjedhe pak edhe atë, sa të mbaroj dhe unë disa gjëra këtu. Një vezë do t'i shtojmë? Të shtoj një vezë, që Sikur pjesën mjaftueshëm tjetër, është, se ishte edhe e madhe. tani le të marr 3 tasa të vegjël unë. Përzjejnë mirë, se kështu përhapet edhe shia. Ja, kështu. Shtoj një vezë. Galeta në mbeti mielli. Aty do t'i kalojmë një lyerje përpara se t'i skuqim pra tek veza edhe galeta, besoj. Pak vezë dhe pak qumë është. Ja që gjithmonë qoftë nuk i kemi vetëm me mish, por edhe me perime, më së shumë ti edhe me brumin e patate. Ndërkohë te tigani mos harrojmë vajin aty, se kemi vënë të ngrohet, ngrojmë fillimisht tiganin, më shtojmë vajin që të mos e djegim, një vaj për skuqje. Kam tiganin e nxehtë, E vajin dhe jashtë. tani shi vajin. Pakës miell për t'i dhënë. Po, për ta lidhur, sepse nuk mjafton vetëm veza, për ta lidhur brumin. Edhe qumshin e vendosim këtu. Të kem edhe një tryez të pastër. Dhe e punoj. Ul temperaturën që qoftet të kenë mundësi të bën ashtu si duhet. Nëse unë shoh që brumi sërisht nuk s'po ma mbush syrin, Po, sepse varet edhe nga veza e madhe. kjo mas merret dhe vendoset në frigorifer. Në frigori, bravo, forcohet. Dhe është e dukura.
Unë laj duart dhe i lag. Dhe Me vaj. formojmë qoftet. Përsërisim dhe një recetën të shkruar bashkë, qofte me patate. Çfarë përbërësisht të tjerë ju duhen për përgatitjen shumë e thjeshtë receta siç e ndoqët, mjafton t'i keni zier patatet pa lëkurën e tyre, 5-6 patate mesatare, 2 lugë gjelle gjalp, 1 tuf majdanos, 2 kokra vez, 1 gotë qumësht, 1 filxhan miell, 1 filxhan galet, krip, piper dhe vaj për skuqje, qofte me patate. Për t'i shoqëruar këto salcat e bardha sikur i shkojnë më shumë Albana. Patjetër. Një untarator, por ka mënyra të tjera pastaj që u vinë në mendje dhe juve. Ne e sollëm si kujtesë. Nuk do t'i hiqni përpara, do t'i vendosin frigorifer, kërkojnë gjysmore frigorifer. Nëse unë tani këto i marr dhe i zhyste veza, kanë dështuar totalisht. Prandaj dhe bëra këtë veprim. Dhe kur të më ftohen, do skuq 2 për ta parë rezultatin e duhur. I bëjmë që në forma mesatare. Ana tjetër shohim pak tavën, është okej. Pra, kjo është rava. Ndjet kjo aroma e Për shembull tani. bimëve. Dhe janë përbërës që i kemi në shtëpi, nuk të detyrojnë që të marrë shenkas për këtë dhe në recetë. vezë, Galeta për shembull krijon atë strukturën e jashtë me krokante dhe brenda këto janë të buta. Fillimisht me të dhe më pas me vezë me qumësht. Mirë, pra, ne do t'i vazhdojmë skuqen dhe tregojmë fillimisht, meqense kemi vendosur 4-5 të parat, do t'ja tregojmë zonjave tona nga të dy anës, sepse si duket përbërësit të gjithë janë gati, patate të zjera, mjafton aty veza të mpikset dhe të skuqet, dhe nuk kanë nevojë për të qëndruar shumë gjatë në tigan me vaj të nxehtë, sa të marrë një ngjyrë të kuqeremt dhe të kthem nga ana tjetër. Dhe qoftet janë gati për t'i kthyer ndoshta 2-3 të parat. Ne do të vazhdojmë me pjesën tjetër të brumit për t'i skuqur të gjitha dhe për t'i patur ajo duan akoma. I lëm të qëndrojnë sa që duhet për kohën e tyre. Ngre dhe volumin. Kur t'jen gati, do t'i Nivelin e tregojmë. nxehtësisë. Kështu që kemi një pauzë tjetër për të sistemuar dhe tryezën për t'u bërë gati për recetën e tretë, kështu që pas reklamave do t'jemi sërish në kuzhinë. Mirë se erdhët edhe një herë, po ju prisnim në pjesën tonë të fundit por edhe më të shishme të programit, se Bëhen receta. gati recetat, shijojmë ato. Eqme ato, se në mend e kisha ta hiqe edhe. Ta sjellim edhe recetën e tavës me kungulleshka dhe me domate. Pra tregojmë të përfunduar në 200 gradë. Ja e shohim këtu. Opa. Do ta presim të ftohet dhe ta shijojmë një recetë të shpejtë të tavës me kungulleshka në shtrat beshameli me domate. Kemi shtuar dhe pak speca aty, kemi shtuar dhe djathin e grirë dhe ja tek vjen kështu plot ngjyra dhe plot shije kjo recetë. Kemi vazhduar me patatet, me qoftet me patate. Dhe jemi kujdesur që gjatë shkëputjes t'i skuqim ato në mënyrë që dhe ju t'i shihni të përfunduara. Mund të afrojmë Albanat këtu afër, se sikur kur i kemi afër, na duket dhe më Sikur i kam dhe pranë vete, si ofër e gjë. sikur na i kanë falur, nuk është sikur kemi bërë vetë. Dhe tani, sigurisht do të vazhdojmë me një recetë tjetër, por për mbledhtasi kemi te tava e parë kungulleshka, domate, djath dhe spec të kuq, këtu, ndërsa tek qoftet me patate, sigurisht patate të zjera, qumësht, vez, bim aromatike, galet dhe vaj për skuqje. Tani çfarë kemi? Le të shkojmë tek
Paluzja. Dje? Paluzja zonjës që na telefonoi, patjetër. shpresoj të jesh duke na ndjekur për nipin apo jo? Pa. 4 vjeç, kështu që i bëjmë ndonjë kërkesë. Mirë tha Albana që ja ku jemi për të plotësuar dhe kërkesat dhe dëshirat dhe sugjerimet që na hapin ambisat. Kështu që her pas here kur kemi komunikim me ju, ju thjesht bëni kërkesat tuaja dhe ne jemi këtu për ju. Ju për ne dhe ne për ju. Është një formë reciprociteti mirënjohjeje. Mollët i lë me lëkurë. Thjesht largoj pjesën e fortë që i ngjet një kauçuku dhe pjesën e farave. Do t'i kaloj në blender, sepse dhe paluzja është në varësi të moshës. Jo më kot, zonjën e pyeta dje për moshën. A të bëj vetëm një mollë, që t'jemi më masën e qumshtit edhe të ujtë e kam këtu. Urdhëra, ja. Do t'a kaloj në qumësht. Ose edhe në ujë nuk ka problem. Çfarë keni juve? Paluzet, bukur është të ju fshejmë në një frut që fëmijët nuk na e konsumojnë. Dikur, nëna ime, di çka më thoshte? A, moj vajzë më thoshte, je si Haxhi Pishmani. Sepse, thashë të bëj një mollë, por ja që nuk jam vetëm unë, nuk është vetëm një gojë. Atë nuk e konsumojnë vetëm fëmijët. Jo, prandaj... Po, gjyshri tanë. Gjyshri tanë, po, patjetër që kanë mungesë në zëmbi dhe të paluzet janë më të lehta për ti. Ja, e kaloj këtu, edhe qoftet më bëhen të gjitha. Mollë dhe qumës. E ndihmojmë edhe pak me ujë, i japim atë trashësi që duam. Sepse duket sikur është në grahmën e fundit. Po. E heq dhe marrë dhe një tenxhere. Sepse aty do t'i japim pak më tepër shije. Niki, këto i lëm. Ja një sekond, i lëm këtu. I lëm të ftohen, se i bashkojmë bashkë me pjesën tjetër të qofteve. Dhe vendos tenxheren. Njësoj mund të veprojmë me prodhë të tjera, me dardha. Masën e ujit, edhe pak fare ujë. Po ta shtojmë aty që ti japim pak më tepër shije dhe ëmbëlsi dhe ta trashim pak masën. Direkt një trazim edhe sheqerin. Pra një seshte dhe sheqer. E përzjej. Në pak ujë. Kazojmë, se mos qimentoset, për shkak të një seshtes. Kur e kemi për fëmijët e vegjël, bebet e vogla, për bebet e vogla, me muajsh, e kalojmë në sit.
bebet, do të thëmë para një vjeç, pa sheqer, me qënë se që t'i shpjegojmë të gjitha kur fazat është për bebet e vogla fare, prandaj thash bebet. Këtu. Është pullojmë dhe nuk ka sheqer. Për më të rritur, bebet e mëdhaja që. bebet e mëdhaja. Këto s'kam dhënë po alli se kam proteza, e kaloj të tillë. E kam thënë që shijen e ka lëkura, vitaminat i ka lëkura, pra dhe ne duam këtë mesazh të përçojmë në kuzhinë. Asgjë, asnjë pjesë e një produkti nuk është e nënvlerësuar, qoftë tek bishti, te bërthama, te lëkura. Te lëkura, E tek ajo pjesa që themi ne, që është si kauçuk, edhe tek ajo. E përziej derisa të forcohet të trashet. Unifikohet të jetë e një trajshme. Shiko, dhe ngjyra që ka është pikërisht dhe nga lëkura. Lëkura dihet që ka pektin, vetë molla ka acidin malik, na shërben shumë për tretjen, kështu që i përdorim të gjitha pjesët e saj. Lexojmë pak recetën tani, meqense do vazhdoj procesi në sobë, paluze me mollë. I duhet një mollë e madhe ose 2 mesatare, 2 lugë gjelle shurup, sheqeri ose ëmbëlsues çfarë të keni ju dhe çfarë përdorni ju në shtëpi, një gotë ujë dhe një lugë me një seshte, një lugë kafeje për ta trashur paksa. E vendosni më pas në një tenxhere në sobë, të plotësohet të trashet pak më tepër dhe lërini të ftohet dhe shijojeni. Vazhdojmë te kemi prapë. Sa kohë kemi? Më thuaj sa kohë kemi? Po kemi 5 minuta. Është ai momenti që Gjërësitemi. Që do bëjmë me kungulleshka që në mbetën? Atere. Këtë mas, shiko, e largoj, sepse nuk ka nevoj, nuk ka kocka që të zjej. Vendos tiganin dhe shtoj vaj. Një salat shumë e mirë me kungulleshkat. Au, shumë mirë. Se janë edhe hidratuse shumë. Vajnë e largoj, këtë e qoj këtu. Por këtë herë kungulleshkat i bie, na duhet që ti skuqim. Qëndron më mirë pudrosja, sepse ato janë të njoma, të lagura dhe përthitin sasinë e miellit. Unë do bëj vetëm një. Pra, dhe ashtu si që kisha në furr, janë shumë të mira. Unë bëj një. Mos më besoni. Mos më zini besë. Që mund të bëj dhe 2-3. Sepse, si që thamë, pastrojmë në thonjza frigoriferi dhe nuk e largoj, më pas, se do të na duhet që bëjmë furnizimet për javën që vjen, kështu që duhet të shfrytëzojmë çdo produkt që kemi patur në frigorifer. I skuqim nga të dy anët. Pas i marinojmë. Një përzierje të mirë. Shtoj. Mas uthulle. Kjo është pjesë e marinimit. Thelpit e hudhrës. Opa. Vaj. Shumë pak vaj. Si del kjo receta kur qëndron frigorifer e ftohtë. Ajo është ku është. Kripën, piperin. I përziej. Bukur fort, tani sa të dalin nga soba, nga skuqja. Opa, ajde këtu të unë ti, opa, lache. Kjo kështë aromë shumë të mirë. Sepse kjo është e finokut. Finoku, po. është finoku. Aromë nuk e di. Po, është finoku. Finoku është më afër në erë në uzos. Po.
dhe ke plantacionet të tëra me finokun. Dale, thikën këtu. Sikur të kishim edhe ca që reset do ishte më mirë. Sikur të kishim finokun, edhe finokun do kisha vendosur, do kisha shtuar këtu në skuqje bashkë me kungullin. Po. Dhe jep një super shije, por ja që kemi Përgatiteni dhe me udhrën. E tani në këtë sezon për moshat që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Ja. Udhra është një ndihmes, një mbështetje shumë e mirë për to. Edhe për pastrimin e arterieve gjithashtu. Këtu, edhe pak fare, unë për shembull, si Albana, kur s'kam kohë, shumë pak ujë, jap një zbutje më të shpejt, shumë pak, jemi gati me minutazhen e tamam jemi. Jemi fiks. Këto janë këto recetat e shpejta që është absolutisht si që keni kështu shumë e shpejt. Shkon shumë mirë dhe me makaronat. Duke shtuar pak gjalp, këtu është vetëm ndryshimi. Qëndroj në frigorifer për në piksje. Ja të marrë një pjatë që t'ishtë. Po, një pjatë të voçkël. Do vendosim që të freskohen, të qëndrojnë në frigorifer dhe të shijohen ashtu si duhet. Mund të i shtoni djathtë sipër, që të doni ju. Shtrat kosi dhe jeni shumë në rregull, asgjë tjetër. Ja, frem, këto ishin recetat, i gjeni në rrjetet sociale me fotot dhe me mënyrën e përgatitjes, po ashtu në kanalin tonë zyrtar në Reze Dielli. Paluze, tava me kungulleshka me domate, qoftet e patateve dhe sallat me kungulleshka dhe shumë dashuri. Na shikoni, na klikoni. Lëndroni në rrjetin tonë. Edhe në Reze keni gjithë shka. Edhe shumë dashuri, dashuri, gatim, këngë që të doni ju. Ju përshëndesim nga kuzhina, do të shihemi të hënën, më pas do të takohemi pas fleshit informativ me këngëtaren Ermira Kola. Pa. Kalofsh bukur, paqim. Mirë se erdhët në Rezen tonë, kënaqësi që këtë hapësirë të ndajmë me një prej zërave më të dashur të muzikës qytetare korçare, të serenatave korçare. Prej vitesh ai ka kënduar dashuri, si ka kënduar qytetit të saj, kështu që këtë herë do të diskutojmë, do të flasim për rrugtimin e saj artistik, për mëmësinë, për sfidat, për karierën, për videoklipin e ri që ka nxjerrë në treg dedikuar gjithmonë Korçës. Jam në studio me Ermira Kola Strati. Mirë se erdhe, Ermira. Të falenderoj shumë për ftesën. Është era e parë që vjen në Rezen tonë? Po, është era e parë të Report TV dhe më pëlqeun shumë ambientet, mikpritja pa diskutim, sa është e para, por dhe ambienti dhe ngrohtësia që gjeta. Kënaqësi që të kemi. Sigurisht do të ndajmë pak nga momentet e rrugtimit artistik, nga këngët që ke sjell, padyshim rrugtimi absolutisht për një këngëtare nuk është gjithmonë i lehtë, jo rrugtimi pastaj mëmësia, pastaj sfidat, vështirësitë, sakrificat, qyteti e me radhë për ditëshmërinë që me shumë kënaqësi do ta dëgjojmë historinë tënde. Por më parë le të ndjekim një kolazh për të kujtuar Ermira Kolën, e cila kështu e art ka qenë gjithë jetën e saj, me këtë model pak a shumë të ngjyrë flokësh të mbaj mend apo jo. Është e vështirë për ta ndryshuar, sikur në fillimet e tua ke qenë me flokë të errët, por ndryshove pastaj rrugës. Po, patjetër. Edhe të shkon shumë. Kështu që le të ndjekim një kolazh me një përmbledhje të këngëve më të njohura që kemi kërcyer, i kemi dashur nga Ermira Kola dhe rikthehemi për të biseduar.
Jemi rikthyer, faleminderit shumë për muzikën që na ke dhuruar, për zërin dhe për ëmbëlsinë tënde. Më thuaj pak, kaq vite karrierë, çfarë mendimi të shkon në mendje kur ndjek dhe kthen kokën pas? Janë shumë, janë pak? Janë shumë vite karrierë, por jam shumë e lumtur që jam në këtë pjesë të jetës sime. Sepse e adhuroj, e dashuroj, është frymë, është oksigjeni i jetës sime, nuk mund të jetoj dot pa kënduar, pa qenë pjesë e live-it, sepse dhe pjesë e live-it është tjetër dashuri. Absolutisht. Sepse të bësh një këngë është ndryshe, dhe të jesh në treg të duan njerëzit, dhe ajo është një pjesë, sepse fundit ne ato duar trokitja, ajo dashuri na shtyn dhe na bën që ne të jetojmë, të vazhdojmë së investuari në të gjitha anët, se investim është nga gjitha anët, por që sigurisht të bëjmë me dashuri gjithçka. Një zi bukur i dashur Korçar, sa ta ka kthyer Korça mbrapsht, gjithë dashurinë, gjithë përkushtimin që i ke dhënë me këngët, me zërin, me prezencën tënde aty? Po Korça gjithmonë më do, pa diskutim, se është vendi që unë jam lindur, jam rritur dhe kur shkoj më presin me dashuri, me respekt, pa diskutim. Por këtë kohë e fundit kemi shkëputur pak si shumë, sepse puna që unë bëj live çdo fundjavë na bën që të nuk na përplasen ato. Në fundjavë kur bashkëshorti im është pushim, unë jam në punë. Fillimi i javës edhe çuni është në shkollë dhe në punë, kështu që nuk më bën që të shkoj fundjavave në kohë. Shkoj shumë rrallë. Shkoj ritmi i Tiranës është shumë i vrullshëm. Edhe i kënaqshëm pa diskutim. Kur kthehesh në Korçë, çfarë ndjesie ti e pa i qytet? Mall, nostalgji, shumë dashuri. Shumë dashuri, çdo rrugë kujtoj kur iknja që në orën 4 të mëngjesit që udhtoja me fugona në atë kohë, vinim, incizonim këngën brenda ditës, ktheheshim prap brenda ditës. Rrugë largë, rrugë gjatë, rrugë Krabës që ishte 1 orë kraba, i binin vërdall krabë, e tmerrshme. Më falë edhe do nxirja, më zinte makina. Po dashuria dhe pasioni për muzikën të bënte shumë sakrifica. Por kompozitori që unë kam patur në atë kohë që i ndjeri sot nuk është në jetë, Nonda Kajno, më ka dhënë një dorë të jashtëzakonshme në atë kohë, ishte ai që më nxiste në çdo hap të karrierës në ato vite. Bëm dhe albumin ton të parë që quhet Qyteti i ëndrave. Dhe ai mi bën të gjitha gjërat gati, orkestrimet në Tiranë, bashkëpunimi me gjithë emrat e muzikës shqiptare, zgjidhte me këtë bashkëpunonte, se po t'ishte për mua, unë në femër nuk mund të ta bëja këtë gjë, por ai më ka ndihmuar jashtë mase dhe unë e vlerësoj dhe e falenderoj edhe atje ku është sot me angjëjt për gjithë atë që ka bërë për mua, edhe pse unë mërzitesha, se vajza e re, thosha, o, ky një vas, më mërziti, kursa i punoj me shpirt, të më thënë, ndoqë i atë vokalin tim, a i e dinte se çfarë jepja unë, sepse nga njerë ne nuk e dim se kush jemi. Njerëzit na i thonë, apo ata që na vlerësojnë, dhe pastaj kalojmë përsëri në atë rutinën tonë. Kursa i këmëngulli edhe gjithë shka, ma sillte fugonin poshtë derës të shtëpisë, mira, hajde se kam zënë dhe vendi përpara, se di që të zë makina, të më është kujdesur tamam si një prind për mua, dhe unë e vlerësoj dhe falenderoj, të më ishte ai që... Dikon është dikush që ndikon edhe supporton talentin. Po, sepse ne femrat kemi nevojë për dikë që të na shoqëroj, të na ndihmoj, të investoj, sepse kjo ishte një investim nga ne ti. Sigurisht ishte një bashkëpunim, por unë e vlerësoj që më përzgjodhi mua. Sepse vlerësoj talentin, zërin tënd. Pa diskutim, por që po t'ishte për mua, unë do isha akoma atje. Atje, në qytetin e ëndrave. Qytetin tim, po. është akoma qyteti e ëndrave? Pa diskutim. Korça është vërtet qyteti i ëndrave, unë vazhdoj këndoj Korçës edhe sot. Edhe sot vjen videoklipi për Korçën, kënga më e re që ti ke nxjerrë. Në fakt erdhi shumë rastësisht, sepse unë në lagje kam si të thuash gjeni unë të famshme, nuk e di njeri unë më të mirë, Pandi Laçon, e kam shumë afër me shtëpinë. Dhe ai e kishte menduar dhe e kishte ndëruar, e kishte gjetur që ky tekst, kjo këngë gjitet shumë mirë me vokalin e Mirës, dhe një korçare. Edhe kush bukur mund të shkruante më shumë se sa një korçar për Korçën. Do të thënë është një bashkëpunim me një tuf korçare ashtu. Ashtu, si mund ta vëmë diskutim suksesin dhe kështu që shpirti i tij e ka shkruar me atë penën e tij të artë, e ka qëndisur çdo fjalë dhe në atë moment që ai mua ma vë celularin të veshit dhe dëgjoj, i them ma kalo direkt. Edhe pse nuk ishte plani që unë të bëja një balad, sepse nga që kam kënduar shumë balada,
baladat janë shpirtim, pa diskutim dhe i çdo artisti mendoj, por kisha dëshirë që të bëja gjëra të gëzyeshme, po, të gëzueshme. Edhe kisha në plan, por momentin që e dëgjoj të këngë, vërtet u dashurova me gjithë shpirt, dhe që nga i moment ta them pa, si të thuash se ndoshta quhet pak si mendjemadhësi, po s'kishte ditë që unë mos e dëgjoja të paktën 5 herë në ditë. Është shumë e bukur në fakt dhe do doja që ta prezantonim më trej që mbaron dhe them edhe njerë, dhe merr janë telefon, ore pandi çam ke bërë, më shkatrove fare me këtë këngë. Dhe pastaj bashkëpunimi dhe me Shkëlqim Dulen që e orkestroi dhe e trajtoi në mënyrën e tij më perfekte, dhe ai edhe muzikantët që interpretuan atje janë Korçar, u bë një tuf me Korçar atje, ai fizarmonicisti që është miku im është nga Gramshi, por e kam patur shok klase në lice dhe ka bërë shumë vite në Korçë dhe atë e quajmë Korçar sepse edhe bashkëpunim në live e kam bërë me ata që është Arjan Brahimi që unë e përshëndes, është një njeri shumë i talentuar, një mik shumë i mirë. Edhe u bashkuam një tuf me Korçar, do më thënë atje në panel, edhe u doli një mbretulli me Korçarës. Bashkimi bën fuqin, kështu që vëmë në diskutim suksesin dhe kënaqësinë që do të na japi kënga e re e Ermira Kolo, se ndjekim së bashku, dedikuar Korçës. Shumë kollaj mund të gjejnë në YouTube dhe mund të shijojnë në çdo moment këngën më të re të Ermirës, ndërkohë tani do të cekim pak edhe këngë të tjera të repertorit tënd Ermira, por do doja që ta nisnim pak rrugtimin që nga fëmijëria. Kam lexuar, kam dëgjuar intervistat e tua dhe ke thënë që e ke nisur duke kënduar me atë gotën e ujit, që e përdorje si mikrofon, dhe më thuaj, si ka lindur pasioni për muzikën, kush e zbuloi talentin e Ermirës? Në fakt, gjithë korçarët këndojnë. Dhe në familjen tonë kemi kënduar të gjithë. Merte dajoja im kitarën dhe këndonin, mblidheshin motrat e mamas, mamaja, të gjithë në taracën e shtëpisë të gjyshërve. Dhe këndonin serenatat të Korçës. Kështu që midis tyre dhe unë fillova të këndoja bashkë me ata dhe ti mësoja të gjitha këngët. Pastaj ishi këto festivalet, po ishte një festival në vit që jepte Radio Televizionit Shqiptar. Dhe unë i mësoja këngët që nga aja deri te zhëja. Dhe do t'i këndoja në përshpi. Dhe po nga perden tylin e shtëpis në vend të perdes. Si sken? Dilte motra i me prezantonte, këndon Ermira Kolo sepse e doja me prezantim, i duhet isha i kompletuar. Do të prezantonte dikush që të ndihesh tamam në sken dhe të merrje emocionet. Dhe publiku ishte pjesa tjetër e familjes. E familjes. Por edhe në lagje poshtë me kalamajt e lagjes, duke kënduar në çdo orë të ditës, domethënë nuk e di, nuk pushoja dhe vetë, kur e kujtoj, edhe kur bëja ndonjë punë si fëmijë, sepse na ndante mami e ndjerë, domethënë, na ndante detyrat për punë të shtëpisë, na angazhonte, dhe kur bëja unë vazhdoja, këndoja. Ulesha poshtë, ulesha lart, unë vazhdoja këndoja. Njëherë këndoja në shtëpi dhe ishte bear dhe dera e balkonit ishte hapur. Dhe dëgjoheshe deri jashtë. Fëmijët ishin rjeshtuar poshtë një shtëpie private që ishin atje në përgurët e shtëpisë. Dhe kur mbaroi këngën unë për qefin tim, kur dëgjoj Duar Trokitje poshtë. Dalun kur shikoj të gjithë fëmijët që ishin mbledhur, domethënë ishte një kënaqësi e papar, sepse çdo gjë ishte e sinqertë. Pse kur ishte ai momenti që familja të mbështeti dhe të shtyu për të ndjekur këtë rrugën e muzikës? Pastaj babai im ishte ai që mori iniciativën. Më thotë që kam një mikun tim, mik pas miku, dirigentin Ilir Erzeni, në Korçë, dhe më çonte Pallati Kulturës, i thotë, ore, dëgjoj një vajzën time, thotë se nuk pushon së kënduari. Është tani këndon, po ja vlena, si mund të bëhet kjo punë. Dhe atë vit ishte një këngë që kishte fituar çmimin e parë në festival,
oj, erdi bilbili, oj, erdi në lëm. Edhe unë fillovi, ai, këtë do këndosh, më thot mua, këtë këngë. Por në atë kohë isha 5 vjeçë, 5 vjeçë në gjysmë. Qenë shumë e vogël. Po, shumë e vogël. Edhe filloj unë, e këndoj të këngë, e më shoqëron ai. Kur ardhi momenti i orkestrës, edhe unë fillova, la, 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 bëj një pjesë në orkestrë. Ngre syt ai në atë moment, dhe vazhdoj një të bëj një pjesë në e dytë. Stop, thot, vazhdojmë, thot. Kjo e ka marrë rrugën i thot babit. Kjo do bëhet, nuk mos vazhdo më tepër. Që nga i moment, tham të futeshim në shtëpinë e pion, për isha shumë e vogël. Prita derisa të shkoja të paktën në klasë të parë, po dhe në fizik isha shumë e vogël në ato vite. Çfarë i ka mbetur Ermirës nga ajo vogëlushja me bishtaleca? Dhe çfarë ka humbur rrugës? Po kujtimet, sepse çdo vit ishte i ndryshëm. Sa rritemi, bëjmë gjëra, avancojnë gjërat. Kemi ndryshuar dhe stilin e flokëve, ngjyrën. Tani që mi bërë nën, jemi shëndoshur pak, do më thonë janë procese të jetës, si kalon çdo grua, çdo vajzë vitet bëjnë të vetat. Vendimi pastaj për të lënë Korçën dhe për të ardhur në Tiranë si ishte? Si ndodhi? As vetë nuk e kuptoj se si ishte, sepse me thënë të drejtën, kur unë vija në Tiranë, shikoja një dyndje të jashtëzakonshme, makina, zhurmë, jip këtu, shko atje, nuk merr një vesh se ku jip se ku shkoja. Dhe thosha, me ziti prisja aty janë Korçë. Korça qetësi, ajri i pastër. Nuk vuaja ekonomikisht, sepse prindrit kishin një biznes shumë të mirë në ato vite dhe nuk më mungon të leku. Sa thosha që ku do t'i prish këto lek, sepse dhe pazaret e mja i beja në Greqi, kisha një vjeçare që ma jep të konsulata greke, sepse kam kënduar gjithmonë këngë greke në aktivitete, sepse më ngjiste me karakterin tim dhe dashuroj muzikën greke, edhe gjithmonë konsuli grek më kishte kështu si të veçantë, dhe më thoshte, jo vetëm ti, po gjithë familja Kole, viza një vjeçare. Kur të tjerët me zi menin viza, jepnin këte janë dhe i rishvete për të fituar, unë i kisha të gjitha, dhe pushimet familjarisht i bëja në Greqi. Nuk e doja shumë asnjëherë që unë të isha e varur nga dashuria ime apo bashkëshorti ekonomikisht. Asnjëherë nuk e doja këtë gjë. Gjithmonë i kam fituar të ardhurat e mia vetë dhe jetën time e kam bërë vetë. Domethënë, unë dhe prindit e mi që kanë investuar dhe gjithçka e kam bërë me lekët e mia dhe të prindërve sigurisht, por vetë, jo me investime. Nuk të gasmonte familja në atë moshë, ishe 29 vjeç, kur do krijosh familjen, kur do martohesh? Absolutisht. Kam patur prindër të mrekullueshëm, që dhe ata e adhuronin këngën, pjesën e skenës, ndjesh i krenar për mua dhe fjalët që vinin, sepse Korça është e vogël, vinin fjalët e mira dhe ata ndjesh i krenar me mua. Pastaj ardhja në Tiranë sigurisht ardhja në Tiranë erdhi as vetë nuk e di se si erdhi. Të thash, ajo akumulimi im që them që çfarë do bëj unë më këtu, se këtu e kam arritur të sukses. Çfarë do bëj unë më tepër që unë të krijoja pavarësinë time ekonomike. Ndërkohë, në Tiranë, një prej... Erdha në Tiranë dhe sikur këtu më pritën me tapet kuq, më kanë pritur jashtë zakonisht mirë, fati. Fati dhe talenti. Është dhe fati jeta, sepse shumë këngëtar ka, edhe janë shumë të mirë, secili në atë që kanë në mënyrën e vetë. Por ndoshta dhe CV-ja ime artistike, e mbushur me çmime, me aktivitete, festivale, gjithandej, në momentin që unë e dorëzova te ansambli shtetit, pranova definitisht fillim mbarim, pranova, më pranuan direkt. Paralelisht, më thot një mikesha ime, thot mira, thot kërkojnë për mësuesi se ti ke mbaruar edhe ciklin e ullët në Korçë, kërkojnë të shkolla Arsaj që mësuese muzike ke dëshirë. Po, mi u kam punuar si mësuese muzike në Korçë. Dhe paralelisht mu hapën dyert dhe mësuese muzike, do më thënë kisha orët mbas orës 12, sepse nuk mund të beshe muzikë si në orën 9-10 të mëngjesit. Sa vite ushtrove profesionin e mësueses? Këto të dyja, paralelisht, shkuan një vit. Mbas një viti, filluan në Bryllet. Erdhe më në origjinë tani në atë që ndodh në jetën moderne të kryeqytetit. Filluan Bryllat, sepse në fillim ndoshta thoshin, okej, mira, kush është mbrapa mirës, sepse si direkt kjo gjë, të thash që viti i parë ishte fat. Por përsëri, në ato vite, në atë një kohë shumë të shkurtër, ndoshta një 6 mujor maksimumi, më ndihmoi përsëri familja.
sepse nuk e doja që të më ndihmonte familja. Kupton, gjithë ajo qëllimi ishte që unë të mbaja vetveten, të krijoja ekonominë time dhe të sigurisht të siguroja edhe një të ardhme. Të blija një shtëpi, kupton? Të kisha një punë që sido që më vej jeta ime dhe beqare të ngelen, mbare si ma ka shkruar Zoti thoja, unë të jem të përballoj jetën vetë. Kjo ishte qëllimi im. Por Zoti kishte planet të tjera për ty. Po, sigurisht, Zoti si thotë, Zoti qesh me planet e tua. Sepse ti mendon kështu, ai një 6 muaj ngela pa punë fare, por nuk bëra hapa mbrapa, sepse mendoj mund të kthesha edhe mbrapa në Korçë, sepse në Korçë e kisha të ngritur gjithçka. Por erdhi momenti që Zoti kishte shkruar që unë të punoja diku në një Alfa Buzuk quheshe në ato vite. Ishte buzuku i parë në Tiranë, i cili u hap nga... Në 2005. Po, nga bashkëshorti juaj. Po, bashkëshorti im. Unë ku nuk mund të mendoja që të shokun të jetës ta gjeja në një muzik live. Domethënë gjithmonë e ureja sepse thoja atje vinë të shoqëruar, të dashuruar, të martuar, as që mendoja që do dilte një djalë beqar atje për mua. Edhe kështu rodhën ngjarje domethënë pastaj. Fillove të performoje aty, të punoje dhe ndërkohë? Atje fillova të performoja bashkë me mikun tim Genën, edhe mikun tim Arjanin, me vaskën e buzukut, domethënë filloi një katërshe me korçar, sepse Arjanin e quajmë korçarne. Dhe u bë një punë e pastër, e ndeshme, sepse ti kur punon me shpirt, pa, se të thuash, domethënë ishte ne punonim për çdo detaj atje, dhe për skenën me reshim, dhe për gjithçka. Aty filloi nga e para çdo gjë edhe për ty, ëh? Se ishte më intensive edhe karriera, performanca, edhe atje performonim 5 ditë në javë. Ishte një punë intensive, fillonim që në orën 10 të darkës dhe mbaronim deri në orët e para të mëngjesit. Edhe ishte një punë që shumë njerëz që unë i takoj sot, bile me fundit ishte grimjerja që më grimoj tani. Kam qenë kliente e mira thotë Alfa Buzukut dhe ishte një ndër lokalet që kënaqësit në atë lokal që kemi shijuar, nuk kemi gjetur në asnjë një ambient deri më sot. I sjell nostalgjiave. Ishte tamam një buzuk, thoshte, ishin ato lulet që idheshin që na idheshin si artist. Ishte ti në ato vite, aq që mire, komplimentat që i mora që tani që më kënaqën, pa diskutim. Dhe që i merë çdo ditë, është çdo ditë. Fryti dashurisë me bashkëshortin që njohë pikërisht aty në vendin e punës, është djali që sot është një djalosh i rritur, është 10 vjeç, Xhoni, apo jo? Xhoni. Më thuaj pak si është Ermira në këtë rrugtimin si nën, rrugtimin mëmësisë. Si shkon me atë të karrierës muzikore, sa e vështirë të bëri që të shkëputesh pak nga muzika në vitet e para të lindjes, apo jo, për të dedikuar tërësisht rritjes së tij? Pa diskutim, sepse ishte një ëndër që unë e dëshiroja shumë, si çdo femër. Por më në fund Zoti e bëri kismet që unë të isha nën. Dhe të jesh nën është mrekullia më e madhe. Ja uroj çdo femre të cilës nuk mundet, ja uroj që sa më shpejt të bëhet nën, të ketë në duar fëmijën erën më të mirë, parfumin më të mirë të jetës. Pastaj kur e shijon që e rrit vetë... Si është Xhoni si karakter? Ku ti ngjan më tepër? A ka marrë nënçi nga Ermira si me pëlqen muzikën? Të them, jo. Është çudi. Do të thonë dhe bashkëshorti dhe unë jemi pjesë të muzikës, sepse dhe ai ka bërë një lice për shkollën për muzikë. Pastaj pjesën tjetër ka bërë ato që ka bërë për. Kurse Xhoni nuk, okej, ndoshta është tip që shumë e sapi. Emrin Xhon kush ja ka vënë? Se mendoja duke qenë se ke patur këto lidhjen me Greqinë, do ishte ndonjë emër midis Korçës. Jo, djali im lindi në Amerikë. A ka lindur në Amerikë djali? Ka lindur në Amerikë edhe emrin ja vuri mbesa e bashkëshortit, sepse asaj ja ka vënë emrin Burim. Dhe u bë kthimi mbrapsht. Kthy borxhi. Po, kthy borxhi. Edhe ajo ja vuri emrin Xhon. I thash, vazhdo, mendo çfarë të duash, çfarë do të emër do t'i vesh. Kishim në preferencë t'i vinim Aleksandër apo Angelo, është një miku i bashkëshortit tim, edhe ortak në punët e veta. Edhe Angel në kuptimin Angel, që na erdhi një Angel. Pas një mungese të gjatë, kështu që erdhi tamam si Angel. Por ajo dëshironte Xhon dhe e lam Xhon.
Gjoni ndërkohë është pjesë e një videoklipi, unë nuk e dija që ishte djali juaj, në videoklipin Baba me vajza, do doja që ta ndanim edhe për publikun, ku edhe baba juaj, prezent në videoklip, do më tregosh pak edhe për emocionet si u realizua, po ashtu edhe Gjoni, kështu që e ndjekim pak këtë moment. O baba, o pasha, o lezeti I qoshes, kafe në me lajka, ta ban vajzat qdo mëngjes, o baba, o pasha, ta më kesh gëzi me jet, o baba, me vajza, ty të kemi zote mbre. Këngë shumë e bukur që kush e dëgjon edhe për vajzat që I kanë edhe që nuk I kanë në jetë prindrit e tyre, babin e tyre, sigurisht ju jep dhe ju ngjall shumë emocione dhe kujtime. Më trego pak kur është realizuar ky videoklip, edhe a ishte e vështirë ta realizoje me babin, me djalin? Unë e mendoja shumë të vështirë, sepse babai im nuk është tip I daljeve shumë në ekran apo në skenë. Bilem, babai im ka një histori që është rritur jetim. As nënën e tij nuk e ka njohur. S'ka patur në jetën e tij një fotografi, sepse ka qenë vetëm 6 muaj dhe nëna e tij ka ndruar jetë. Dhe ka qenë tër jetën, është rritur me njerë, pa diskutime, ato vuajtjet e tij, dhe ka qenë tip shumë I ndjeshëm, për çdo gjë qante. Dhe kur unë këndoja në skenë, fëmijë, ai ka ardhur vetëm një herë në skenë. Dhe në momentin që u prezantova këndonin dhe fillova të këndoja, babi është rritur nga stoli dhe ka vajtur mbrapa perdës dhe qante. Dhe nuk më ndiqte në çdo aktivitet. Dhe kur më shikonte në televizor, sigurisht që përsëri qante. Domthonë, unë nuk e mendoja që babai im do pranonte të ishte pjesë e videoklipit. Kur u bë kënga, ishte një moment kur... Pra ma në këngë I thuhet, është ai lezeti qoshes? Po, u bëj një këngë fiks për baban dhe falenderoj Zotin që më ngeli babai gjallë në këtë videoklip dhe falenderoj dhe maestron mjeshtrin Adrian Ila, I cili këmënguli që të ishte babai im në videoklip. Sepse unë mendoja, çfarë do babai im në videoklip, marrim një personazh, sepse nuk pranoni, thosh ai, po bëhe më mira, thoshte, që të jetë, sepse do të ngelet një kujtim shumë I bukur. Dhe vërtet kështu ndodhi. Një kujtim shumë I bukur. Sepse unë mendoja që nuk pranon, po unë momentin që u I them babi, ke dëshirë të, sepse kjo këngë u përfundoj për babin, sepse në fakt unë nis për motrën time. Ishte një kohë që sapo na kishte vdekur mamaja, ishte larguar nga jeta dhe doja të shpreja këtë ndjesinë që motra u bë një nënë e dytë për mua. Është një nënë e dytë për mua. Dhe për çdo femër. Është më e madhe motra? Po, më e madhe. 5 vjet më e madhe. Është vllai në mes, pastaj jam unë. Po domethënë motra bëhet nën për ne të dy. Dhe këtë tekst, këtë doja të nxirrja si konkluzion. Fillua me tekstet, jo këtë patë. Si përfundoj baba me vajza. Domethënë ishte e shkruar që të... Kush që ka vetëm motra? Mira, po që I dedikohet papaive. Me 2 vajza. Dhe sigurisht ju përkushtohet edhe të gjithë baballarëve të Kur e ndjek Gjoni këtë këngë, çfarë ndjesish I jep tani në këtë moshë? Jo, ai kënaqet dhe u bë pjesë dhe ka dëshirë që ai të jetë pjesë e videoklipit, ose kur ftojmë në për studio, po unë do vidhot, jo, bol tani I them unë, nuk duhet t'jesh më, sepse në shkollë nuk e kishin jo në shkollë, po, jo them në studiot e tjera, kur unë ftohem në orët që... Por I ka dëshirë, por nuk është pjesë, nuk ka vesh, por nuk ka zë, hëpërë. Por mendoj që duhet ishte shfaqur talentin, sepse ajo shfaqet që në fëmiri, ndoshta më vonë, nuk e di.
por që deri tani nuk është pjesë e... Si është, në fakt, për të kaluar më pas tek pjesa tjetër e bisedës, do që të shkëputeshim vetëm për pak minuta publicitet dhe të vazhdojmë diskutimin bisedën me Ermira Kolën. Rikthehemi në bisedë me Ermira Kolën, e lam tek marrëdhënia me babain, marrëdhënia pastaj me djalin, ti je nën, ti je edhe këngëtare, një impenjim i jashtëzakonshëm për e dim se si është jeta e një këngëtari në ditët e sotme, performancat, orët e gjata të munguara në familje, si përballon Ermira këto? Djali tani është pak më i rritur, po besoj në vitet e para të tij të jetës ka qenë më e vështirë. Në çdo ditë fëmia do për kujdesin, familja gjithashtu, por unë i ka menaxhuar. Në kuptimin që unë nuk bëj 100% këngë. Unë këndoj vetëm 2 ditë në javë, ndoshta 3 ditë, dhe oraret e mia janë 9 me 12. Jam 3 ditë në javë, në atë kohë menaxhojmë bashkë me bashkëshortin, por punoj në këtë mënyrë sepse më pëlqen që të jem pjesë e familjes, sepse qëllimi im ishte të ndërtoja familje, dhe profesionin e bëj kur unë dua. Do më thënë, nuk zgjodha që të jem pjesë e ftesave speciale, që të punoj vetëm e ftesa speciale, të jem këtu atje në përbote, ku di unë sigurisht që do isha dhe shumë më shumë e vlerësuar ekonomikisht. Por zgjodha familjen. Por zgjodha familjen dhe zgjodha të punoj për të plotësuar pasionin tim dhe familjen. Ndi që një nga pasionet e tjera të Ermirës është edhe gatimi. Madje në një intervistë që bashkëshorti juaj ka dhënë në media, ka qenë edhe ai impakti që Ermira ka lënë për familjen e tij. Familja e tij është vlonjate apo jo? Po. Tani më thuaj si është bashkëtosh një korçar dhe një vlonjat. Të përbashkëtat, ku ju ndan, ku ju bashkon, se nuk është kollaj, me thënë. Nuk është fare kollaj. Jo vetëm korçar me vlonjat, po dhe korçar me korçar. Bashkëtesa është gjithmonë e vështirë. Po të jesh korçar me vlonjat është akoma dhe me vështirë. Por ne korçarët... Pse? Çfarë? Por vlonjat, jo vlonjat, por labëri. Akoma me vështirë. Akoma me vështirë. Prindrit e tij djespas të ishin nga labëria, sepse na janë larguar të 2 prindrit nga të 2 anët. Kam bashkëtuar 15 vite. Me ta, keni qenë në një familje, në një shtëpi, në një shtëpi. Dhe nuse korçare në një familje labe. Po. Më thuaj pak impaktin e parë, momentin e parë. Impaktin e parë, sigurisht më ka pritur me dashuri, pa diskutim, sepse më donte djali, derisa më donte djali, kishte marrë fund muhabeti. Pastaj ishte shumë mirë, sepse më ndiqnin, ishin të moshuar. Domthon, Vjeri ishte 78 vite në ato. Kurse Vjera ishte 73, kishin 5 vjet diferencë. Ishin ata në një çik kështu paragjykues, do thoshin, duke menduar që kjo është këngëtare, kjo s'është për shtëpi apo për absolutisht. Bilim ata ishin zakonisht kënaqur dhe më thoshin që merr pjesë, këndo, bile vërtet e dashuronin profesionin tim. E dashuronin, ishin qeflik, vjerën time njëre kam patur qefliet papar. Ishte gjithmonë me kapele, me thonjt me manikyr, vishnjë, me ruaza, me ruzh, do më thonë ishte një femër jashtëzakonisht një koqire. Ishte një nën heroin sepse kishte rritur 5 shuna, burin 6 edhe një nip që e ka rritur 7 bura. Dhe ka qenë dhe edukatore në Qerdhe. Dhe të mendosh, vërtet një nën heroin. E drejtë. Dhe ishte një koqire dhe të mendosh, atëre ishin të hyrat e të dalat të jashtëzakonshme. Jo si sot që janë shumë të larguar, ka qenë një shoqëri kolektive, vini shumë njerëz në shtëpi. Ardhja origjina e tyre që ishin nga Kallarati dhe Bolena, nga fshati, do më thënë, këta jetonin në Fjerë, dhe im shoq ka lindur në Fjerë, por vinin nga fshati, njerëzit e familjes, për ndihmesat e tyre, spitale, gjërat, ose përse bepet e tyre. Edhe mbështeteshin në njëri tjetri, si të gjithë në atë kohë, dhe ajo i priste me shumë dashuri, me tavolina, sa të them të drejtën haronte fëmijët e saj, pristin të hanin bukë, ajo miqte njerë pastaj fëmijët. Kjo ishte një sakrificë e papar dhe ata fëmijë janë rritur me një dashuri dhe ata janë njësoj si e jam atë gjithë. Dhe ne sot e kësaj dite kemi një harmoni, një dashuri të gjithë shunat, me nuset e me fëmijët bëjmë jashtëzakonisht, gjithmonë bashk,
kalojmë jashtëzakonisht mirë. Por ajo e madh. Me prindrit, duke qenë moshatar Korçar dhe vlonjat me besnikët. Kush është ajo që e bën më të vështirë? Në karakter, ndoshta, ose disa tipare karakteristike të sipas zonave, çfarë nuk është përputhur? Jo, çfarë është përputhur? Tani ata ishin moshatar. Çfarë do më përputheshe? Unë isha një tip që unë i bëja vetë pa më thënë ata. Se në atë kohë unë isha Korçare, Nikoqire, 33 vjeçë kur jam martuar. Edhe ata më ndiqnin si të moshuar që ishte dhe më kënaqeshin me atë që unë bëja në shtëpi, sepse nuk e pristin që unë të isha aq Nikoqire, aq i thosha Arise ti bëj ju këtë gjë dhe gotë në ujtri se ta sjell unë se më pëlqente, unë e pranova me shumë kënaqësi bashkëjetesën. Thosha atë mamaja ime ndjes pas ishte një edukat, atë më thot kam takuar para disa ditësh maman e Ermal Mamaqit, një simpatizantja ime që ajo më pas ka adhuruar që në vitet e hershme, tha unë të kam dashuruar që në ato vite, të kam ndjekur e kështu, unë nuk e dija, rastisëm diku bashk, edhe më tha, kur të kam dëgjuar në intervista, Mira tha, dhe më tha që kjo është edukata e mamas tënde, që ti bëre këtë që bëre, dhe që ke sakrifikuar dhe që ke duruar, është gjithçka merit e saj. Dhe është e vërtet. Ajo ishte e skalitur e futur në shpirtin tim, atë që mua më ka rnituar, dhe kështu që unë s'dilnja do të jashtë vetes të bënja atë që unë dëgjoja nga shoqet e mia dhe të brezit tim. Unë të falenderoj shumë për gjithë bisedën, për rrëfimin tënd, pak nga familja, pak nga rrugtimi artistik, dhe nuk të doja që të përcjellja pa më kënduar pak. Në qoftë një këngë greke, apo një refren të këngës tënde më të përzemërt. Për ta mbyllur çik me muzikë. Edhe është mëngjes, me po, është mëngjes, është mëngjes. Tani do muzikë greke apo muzikë shqiptare? Si të duash ti. Kë këngë të këndoj? Të këndoj ka kënga e fundit që kam bërë? Si të duash ti? Publiku në Regjina kërkon greke. Greke? Okej, pa këndojmë greke. Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Ποιος είναι αυτός που δεν λαχτάρισε να πει αυτή γλυκά της γλεμμένης ευτυχία. Λίγο πολύ όλοι την έχουμε γευτεί. Η ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλος, εις αρρώστια μου και στα στήθια μου και πώς να σε βγάλω. Ermira Kola, falenderit shumë. Ju falenderoj dhe unë nga zemra për ftesën dhe mundësim për të qenë edhe në Report TV, se nuk isha ardhur ndonjëherë. Ishte kënaqësia jonë. Dhe ju uroj sukses edhe juve. Sukses gjithashtu. Maput Gjonin. Faleminderit. Se ishin pak a shumë në një moshë me vajzën. Ndërkohë, ju falenderoj shumë që na keni ndjekur. Kalofshi një ditë të bukur sot. Mirupafshim.